Kush është Zoti? Kush është ai që thotë në udhërimin e parë? Unë jam Zoti, Perëndia yt, mos ki perëndi të tjera përveç meje. Bibla përgjigjet shkurt në Isaia 44:6. Unë jam i pari dhe i fundit, dhe përveç meje nuk ka perëndi. Kjo do të thotë ekziston vetëm një Zot. Çdo gjë tjetër që vendosim në vend të tij është një idhull. Në gjuhën origjinale të Biblës hebraisht, një fjalë për Zot është Elohim, ndërsa fjala për idhull është Lo Elohim, dhe që do të thotë jo Zot. Pra, ka vetëm një Zot dhe çdo gjë tjetër nuk është asgjë. Bibla përshkruan atë nga fillimi deri në fund. Aty gjejmë përgjigjet për pyetjet. Kush është ky Zot? Si është ai? Si vepron ai në histori? Dhe cila është vullneti i tij për ne? Herën tjetër do të shohim më shumë për këtë dhe do të lexojmë vargun e parë të Biblës. Deri atëherë, qofsh i bekuar.